O Allah, të kërkoj kërkesën më të mirë, lutjen më të mirë, shpëtimin më të mirë, veprat më të mira, jetën më të mirë dhe vdekjen më të mirë. O Allah, më forco në fe, rëndoje peshorën e punëve të mia të mira, plotësoje besimin ton, lartësoj gradat tona, pranoje namazin tim dhe falje gjunahet e mia. O Allah, më jep gradën më të lartë në xhenet. O Allah, mi hap dyert e mirësive nga fillimi deri në fund, të dukshme apo të padukshme qofshin ato. O Allah, më jep gradën më të lartë në xhenet dhe përgjigju lutjeve të mia. O Allah, ma lehtëso kryerjen e veprave të mira, ato që i di dhe ato që nuk i di. O Allah, më jep gradën më të lartë në xhenet dhe përgjigju lutjeve të mia. O Allah, unë të lutem të më ngresh lart emrin tim, të mi heqesh barrët e mia të mëkateve, të përmirësosh punët e mia, të ma pastrosh zemrën time, të ma mbrosh nderin tim, të ma ndriqosh zemrën dhe të mi falësh gjunahet. O Allah, më jep gradën më të lartë në xhenet dhe përgjigju lutjeve të mia. O Allah, të lutem të më bekosh mua, dëgjimin tim, shikimin tim, shpirtin tim, trupin tim, moralin tim, familjen time, jetën time dhe vdekjen time. Prandaj mi prano veprat e mira, më jep gradën më të lartë në xhenet dhe përgjigju lutjeve të mia.